Në fundjavës ku do të ndërrojmë temën e bisedave duke shkuar në Kosovë, momenти politika atje ka ngërç institucional, përsëri me zgjedhjen e presidentit dhe shumë çështje në dyert e gjykatës kushtetuese. Po ashtu disa kërcënime të hapur të Serbisë me armatosje dhe raketa balistike kineze dhe stërvitje në kufiri me Kosovën e bëjnë këto momente edhe më të ndezur. Për një bisedë për këto tema do të na ndihmoj analisti Lulzim Veliu me cilin do të zhvillojmë një bisedë online. Zoti Veliu, kënaqësi që jeni pjesë e ditarit të fundjavës në A2 CNN. Herën e fundit kur zhvilluam intervistë bashkë ishin zgjedhjet parlamentare në Kosovë në fund vitin e shkuar dhe atëherë ishte diskutimi nëse do të arrit kalojë ngërç institucional me atë proces elektoral. Në fillim u duk sigur u kalua, por tashmë Kosova duket se ka mbetur në atë spiralen ku nuk arrin që të tejkaloj ngërçin institucional duke formsuar të gjitha institucionet kushtetuese, jo vetëm kuvendin, por tashmë është edhe çështja e zgjedhjes së presidentit. Si e shikoni situatën aktuale në cilën ndodhet Kosova? Fillimisht përshëndetje për ju dhe të gjithë shikuesit e televizionit ta A2. Është më se vërtet se në gjëra të tilla pra e kemi diskutuar në dhjetorin e vitit të kaluar, disa ditë para mbajtjes të zgjedhjeve në Kosovë dhe është diskutuar pjesa e një ngërçi politik që ka mundur të jetë me krijimin e qeverisë. Mirë po asnjëherë nuk e kemi pasur në harres çështjen e presidentit, pasi ne të gjithë e dimë se zgjedhja e presidentit në Kosovë kërkon 2/3, pra 80 mandate që duhet së paktën në rundën e tretë të jenë pjesëmarrës në votim. Kjo gjë pra po çon Kosovën drejt një ngërçi që pritet të përsëritet sërish, pra pasi që me datën 5 mars të këtij viti nuk është arritur të zgjedhet presidenti i Kosovës, që ka detyruar presidentin e Republikës që të ngrejë një dekret për shpërndarjen e parlamentit dhe për një gjë të tillë tani më lëvizja vetëvendosje i është drejtuar gjykatës kushtetuese për të mësuar dekretin e presidentit se ishte kushtetues apo jo kushtetues, pasi që sipas tyre nuk ka arritur të konsumohet koha, nuk ka arritur të konsumohen 3 votime apo edhe apo të 6 ditor që e përcakton Kosova për zgjedhjen e presidentit. Mirë po, një gjë është shumë e saktë se afati për zgjedhjen e presidentit kishte kaluar me datën 5 mars dhe veprimet e tilla ndoshta do të ishte dashur të mirën shumë më herët nga kuvendi i Kosovës dhe deputetët e Kosovës për të arritur që të zgjidhet presidenti i Kosovës dhe tani ne të gjithë, ashtu sigur edhe institucionet, por duhet të kemi durimin dhe të presim vendimin e gjykatës kushtetuese në këtë pra pas një verdikti që do dal nga gjykata kushtetuese, atëherë do të mësojmë se a do të shkojë vendi në zgjedhje me njëherë apo do të kemi edhe një tentativë të re për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës. Sigurisht që riciklimi i krizave, sidomos tyre institucionale, nuk shkaktojnë një, më themi, shije të mirë qoftë në të popullsia e Kosovës, po qoftë në perceptimin e gjerë të opinionit publik dhe sigurisht ndonjëherë kërkohet që të gjedhet shkaktari i kësaj krize. Kujt mund të atribuojmë përgjegjësinë zoti Kurti, i cili nuk arriti të ofronte diçka që të joshte opozitën për të tejkaluar krizën, apo është opozita e cila me sa duket kërkon që të ritestohet në elektorat duke pse jo shpresuar që të ketë një rezultat edhe më të mirë? Po është e natyrshme që çdo opozitë është e prirur që të krijojë kushte dhe mundësi për të shkuar në zgjedhje, pasi që më keq se opozitë nuk mund të ngelin. Mirë, por në këtë rast unë mendoj se një gabim të madh ka bërë edhe vetë kryeministri dhe lëvizja vetëvendosje, pasi që ata kanë 66 mandate në kuvendin e Kosovës dhe si të tillë e kanë një fuqi të mjaftueshme për të qeverisur vendin dhe për të marrur vendime të rëndësishme me qeverinë e Kosovës. Mirë, po në këtë rast mendoj se ata është dashur që të mos tentojnë që të gjitha pushtetet i marrin vetë në dorë, është dashur që të konsultohen me subjektet politike dhe të ofrohet mundësia e zgjedhjes së një presidenti konsensual apo ndoshta edhe një presidenti që do vinte nga opozita, pasi që në praktika të tilla përdorur në vendet më demokratike, në vendet që kanë një demokraci më të zhvilluar dhe më të përparuar se ne. Mirë po, kësaj radhe ata tentuan që me sa duket kemi një shputje të linjës, sigurisht komunikimit online e një gjërë që ndodhin. Po, zoti Veliu.
Po, unë po ju dëgjoj. Pra, ata tentuan që postin e presidentit të kalojnë të nën kryetari i lëvizjes dhe të vendosit, gjë që ishte e papranueshme. E qartë. Nëse pra dhe në këtë rast, po, patjetër, po ju dëgjoj. Për ta vjuar bisedën sërish te çështja e ngërçit institucional dhe vendimin të gjykatës kushtetuese e cila praktikisht i kalon pezull të dy institucionet, qoftë presidentin e Republikës, i cili nuk duhet të dekretojë një datë zgjedhjesh pa u shprehur, apo qoftë edhe kuvendi, i cili nuk duhet të ndërmarrë akte pa u shprehur sërish gjykata kushtetuese. A ka realisht mund të themi një dritë në fund të tunelit që institucioni i gjykatës kushtetuese të japë një zgjidhje finale, mund të themi këtij ngërçi të krijuar rishta sipas zgjedhjeve parlamentare? Po, sido që të jetë vendimi i gjykatës, do të javës që bajtëm të zgjedhjeve të parakoshme, ose do të japë mundësinë që të kemi një votim sërish në kuvir, po, sido që tjetë, janë konsumuar gjithë nënshkrime për kandidatin për president, pasi ne dim të gjithë se një kandidat i duhen të paktën 30 nënshkrime, dhe këta dy kandidat për opozitën janë të papranueshëm dhe do të jetë mjaft e vështirë për të gjetur një konsenzus dhe për të sjellur dy kandidat, ose për të sjellur një kandidat që do të jetë i pranueshëm dhe një kandidat që do të jetë vetëm sa për formalitet, pasi që një gjë të tillë e kërkon gjykata kushtetuese. Sido që të jetë, çdo gjë që ne e themi tani në spekulimeve, pasi nuk kemi një vendim të gjykatës kushtetuese. Në momentin që gjykata kushtetuese do të vendos, atëherë ne do të jemi më të qartë dhe do të jemi më të qartë dhe do të dimë se çfarë do të ndodhë në të ardhmen e afërt me kuvendin, por edhe me zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës. Kjo krizë politike po ndodhi në moment kur, më themi, rajoni nuk është në situatën e tij më të relaksuar, por tensionet her pas here shfaqen jo në mënyrë, më themi, agresive, siç ndodh në zonat të tjera të planetit, por në forma të caktuara shohin që ka tendenca destabilizuese në rajon, tendenca të tilla shihen kryesisht fatkeqësisht në, më themi, kufirin ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, kur kemi parë ushtrinë serbe të kryer veprime konkrete në kufirin me Kosovën. Sa ndikon kjo, më themi, përçarje politike institucionale në Kosovë në raport me sigurinë e vendit, duke marrë për bazat se çfarë po ndodh, më themi, me Serbinë, e cila herës tenton të, më themi, të provokojë apo të ndërmarrë akte të cilat edhe mund të ndezin një situatë të caktuar? Për fatin tonë shumë të mirë të Kosovës në këtë rast, KFOR-i është ajo forcë që e garanton sigurinë e Kosovës. KFOR-i pra është forca kryesore që e garanton kufit e Republikës së Kosovës. Se po të ishte e ngelur në duart e kësaj strukture politike dhe ushtarake e mbrojtëse të Kosovës, atëherë vaj halli për ne. Mirë po, aktualisht, ruajtja e tërësisë territoriale të Kosovës është e garantuar nga forcat ndërkombëtare në Kosovë, dhe si e tillë, unë nuk e shoh se do të ketë një rrezikshmëri për kanosit të tërësisë territoriale. Mirë po, sido që të jetë, lojrat e tilla janë shumë të dëmshme kur të kihet përbazë situata gjeopolitike, pra jo vetëm në rajon, por të merremi në një spektër pak më të gjerë, duke parë zhvillimet e fundit që janë duke u bërë atje edhe në luftën e lindjen e mesme dhe në Iran, pastaj Ukraina e problematika të mëdha, pra në një kohë kur e gjithë bota vlën, politika e Kosovës e ka luksin të bëjë manovra të tilla për interesat e ngushta politike dhe partijake dhe klanore, dhe unë mendoj se kjo është e papranueshme dhe është një papërgjegjësi totale e liderëve, por edhe subjekte politike të Kosovës. Pra unë mendoj që ata duhet t'i thrasin mendjes dhe një orë e më parë të gjejnë kompromisin, të gjejnë rrugën e daljes nga kjo problematik, qoftë edhe pas mbajtjes së zgjedhjeve të reja, në të cilat po thirrën shumë dhe po pritet shumë, pra pas një vendimi të gjykatës kushtetuese, të jenë pak më bashkëpunuese. Ndërsa sa i përket fshiut verior, Serbisë, që kohëve të fundit ka pasur disa ushtrime ushtarake në
ka qenë të konfirmuara edhe nga KFOR-i dhe për një gjë të tillë kanë pasur një njoftim nga KFOR-i se nuk cënojnë interesin dhe tërsinë territoriale të Kosovës, mirë po ata janë në gjendje të lëvizin çdo gur vetëm për të shkaktuar problematika në këtë rast, jo në këtë rast, por në çështjen e Kosovës dhe rreth Kosovës. Ne e dim shumë mirë se ata patën reagime të shumta pas marrëveshjes së arritur në mes të 3 vendeve, pra Kroacisë, Kosovës dhe Shqipërisë. Dhe këto veprime të fundit me blerjen e avionëve të rinj që vinë nga Kina është si kundër veprim kundrejt asaj marrëveshje që është arritur në mes të Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Mirë po, unë nuk shoh një rrezik permanent për tërsinë territoriale të Kosovës, gjithmonë duke u bazuar në forcat e KFOR-it dhe të aleatëve tanë të cilët gjenden në Kosovë, duke filluar nga Bolshtili që është një nga punktet më të mëdha në Ballkan të Shtetit Bashkuara të Amerikës. Drejt, KFOR-i dhe sigurisht ushtria amerikane janë, themi, garancia kryesore e sigurisë territoriale të Republikës së Kosovës, por kohët e fundit po qarkullon një informacion që ushtria amerikane mund të tërheqë ushtarët e saj nga Kosova duke marrë, unë themi si shkas, edhe nevojën ushtarake që mund të ketë për të siguruar më shumë mbështetje për lindjen e mesme. Nuk e di nëse jeni njohur me të tilla informacione që kanë qarkulluar dhe çfarë rreziku do të përbënte, më themi, për sigurinë e Kosovës nëse ndërmerret një hap i tillë, qoftë i përkohshëm. Ka pasur qarkullim të informacioneve të tjera, mirë, por me sa duket ka qenë në shumicë informata jo të sakta apo fake news që quhen në diskutuar se në shtinë vinde në vendosur forca turke, mirë po duke parë veprimet e fundit dhe deklaratat e fundit të vetë presidentit Trump, për të cilin me të drejtë nuk e kam pasur besën asun, deklaratat e tij të fundit më shtyn të besoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës një veprim të tillë kundrejt Kosovës dhe kundrejt kampit të tyre në Bolshtili nuk asnjëherë, jo vetëm për çështjen e Kosovës, por për shkak edhe të interesave të tyre strategjike, pasi që ata kanë bërë një investim të madh dhe është në atë pozicion dhe aty ndihen më shumë mirë dhe e mbulojnë malë të teritorin thuajse të gjithë Ballkanit dhe në këtë mënyrë unë nuk e dyshoj se në një të ardhmen të afërt do të kemi një tërheqje të forcave amerikane në Pra, një gjë të tillë nuk e besoj. Mirë po, nuk thuhet asnjëherë se nuk do të ndodhë kurrë, por në bazë të asaj çfarë është diskutuar dhe u parë në çarçe diplomatike, por edhe në vetë deklaratat e presidentit Trump, unë një gjë të tillë nuk e pres se do të ndodhë në 10 vitin e ardhshëm. E qartë, të shpresoj që mos ndodh asnjëherë faktikisht pasi ushtria amerikane gjithmonë një garanci më e madhe sa i përket sigurisë territoriale të Kosovës. Por sigurisht edhe në anën tjetër, jo përmend pak më parë paktin Kroaci, Kosovë, Shqipëri, më themi një pakt ndihmëse ushtarake ndërmjet tyre, por në anën tjetër kemi parë që Serbia po armatoset, ju përmendet qartë që ka marrë avionët nga Kina, gjithashtu dhe raketa të tjera. Sa garanci ka për një stabilitet në Ballkanin perëndimor përballë një fshinje e cili me sa duket kërkon që të lozi jo me 2 porta, me shumë porta, sa në Europë, në Rusi dhe në Kinë? Të tillë e kanë kuptuar tani më të gjithë, jo vetëm ne shqiptarët që përballemi me problematika qindvjeçare me Serbinë dhe me gjithë rajonin, por një gjë të tillë tani më e kanë kuptuar shumë mirë edhe aleatët tanë si evropian ashtu edhe amerikan dhe unë mendoj se ata tani më do të kenë një përkujdes edhe më të shtuar. Sa i përket çështjes së armatimit apo armatosjes së Serbisë, por unë mendoj se nuk kemi të bëjmë vetëm me armatosjen e Serbisë, por është një valë ku thuajse të gjitha vendet mundohen të sigurojnë sa më shumë armatime, më shumë dhe më moderne për të arritur mbrojtjen të tërsinë e tyre territoriale. Unë mendoj se vendet tona si Shqipëria ashtu dhe Kosova duhet të jenë të kujdesshëm në marrëdhëniet e tyre me partnerët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara, por edhe me vendet e tjera anëtare të NATO-s, pasi që mendoj se tërësia territoriale dhe e gjithçka mund të ruhet shumë më mirë me aleanca me vende të fuqishme, duke qenë pjesë e aleancave sesa duke u armatosur. Armatosja duhet gjithsesi dhe pa të nuk bëhet fare. Mirë po, një rol shumë të rëndësishëm në ruajtjen e tërësisë tonë territoriale është edhe ruajtja e marrëdhënieve me aleatët tanë dhe mundësia që Kosova në të ardhmen të afërt të jetë edhe anëtare e NATO-s. Pra, me çka do ta siguronte
do të ishte shumë e sigurt kundrejt të gjithë armiqve që i kemi për rreth, duke filluar nga Serbia. Turojmë që ndodh sa më parë, por gjithsesi në raport me bashkëpunimin ushtarak që përmendëm Kroaci, Shqipëri, Kosovë, duket se në kontekstin politik apo qeverisës, kryeministrat e dy vendeve tanë nuk janë në pikën e tyre më të mirë të marrëdhënieve ndërmjet zotit Kurti dhe zotit Rama, ndoshta patëm një shkrirje akush me vizitën zyrtare që u zhvillua pak javë më parë në Prishtinë nga ana e kryeministrit Rama. Në anën tjetër kemi parë dhe një editorial, bashkë editorial, nëse mund ta quajmë të tillë, të zotit Rama dhe zotit Vučić sa i përket procesit të integrimit të rajonit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Si është pritur ky, mund themi, editorial nga ana e zotit Rama dhe zotit Vučić për sa i përket kontekstit të integrimit dhe a ka pasur, mund themi, dhe hatërmbetje për një bashkëpunim të tillë? Po, më thënë të drejtën, në Kosovë është krijuar një frymë jo e mirë, sidomos pasor në pushtet televizisë dhe ndosi dhe zotit Kurti, pasi që këtu më tepër se gjithçka kemi të bëjmë me ego personale. Ne gjithë e dim që nuk është e largët një periudhë kur lëvizjave të vendosje erdhi dhe u regjistruar në Tiranë dhe kandidoi në një parë zgjedhje. Pra në një ego personale ku njerëz të këtyre subjekte politike i thirrën në emër të baballarëve të kombit. Sikur kanë harruar se ata kanë kompetenca vetëm brenda territorit të tyre dhe nuk mund të bëjnë të keqe apo të mirë asnjë në njërin apo në anën tjetër të kufirit. Unë mendoj se qeveria shqiptare e udhëhequr nga zoti Rama ka bërë veprime shumë të mira për çështjen e Kosovës, si afirmimin ndërkombëtar, ashtu edhe në mbrojtjen e shumë interesave të Kosovës, duke filluar sidomos me kundër rezolutën që e ka ngritur në Këshillin e Evropës, e pastaj fjalimet e zjarta të zotit Rama që i ka bërë edhe në Këshillin e Sigurimit dhe ku ka bërë ftesë të gjitha vendeve anëtare që duhet ta njohin realitetin e ri se Kosova është një vend i pavarur, ndërsa sa i përket çështjes së një pakti në mes të Serbisë dhe Shqipërisë për integrim në Bashkimin Evropian, unë mendoj se nuk duhet parë as në atë kontekst negativ, pasi që Shqipëria tash e sa vite, pra në kohën e periudhën e pluralizmit, është duke e bërë një punë të papar vetëm për të arritur synimin e saj që një ditë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, që po duket se nuk është e lehtë dhe po duket se ka vështirësitë e saj dhe këta kanë qenë të gatshëm që të pranojnë që të jenë antar të Bashkimit Evropian edhe pa të drejtën e vetos. Një drejtë e vetos nga Serbia për Kosovën do të thotë mbyllja e derës së Bashkimit Evropian. Unë mendoj se ne në Kosovë duhet ta shohim në këtë kontekst, pasi që vetë Kosova për një integrim në Bashkimin Evropian është shumë larg, pra ende nuk ka arritur as të hap negociatat për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, përderisa Shqipëria ka hapur 35 kapituj, ndërsa Serbia i ka mbyllur disa nga kapituj, pra është shumë larg Bashkimit Evropian. Nëse në një ditë, në një të ardhme të afër do të ishte Serbia pjesë e Bashkimit Evropian me një të drejtë vetos, atëherë më thuani si do të pranojë Kosova në Bashkimin Evropian në një kontekst të tillë. Sigurisht do krijonte shumë problematika, por për të marrë dhe një koment fundit, jo pa qëllim, ju pyeta për Bashkimin Evropian, pasi ky proces për Kosovën duket se ka hyrë në një stagnacion, ka ngecur si proces për shkak të krizës, si rrjedhore krizë institucionale. Si lexohet në opinionin publik kosovar çështja e integrimit në Bashkimin Evropian dhe mund themi bllokimi qoftë edhe i marrëveshjeve të fondit të zhvillimit që jepet për Ballkanin Perëndimor? Po, me thënë të drejtën, këto duhet jemi realist dhe të shohim si janë. Ne fillimisht duhet kryjmë detyrat tona, detyrat e shtëpisë, për të pasur mundësi që të kërkojmë nga Bashkimi Evropian dhe nga kushdo të qoftë tjetër. Ne kemi shkuar as larg, saqë me këtë qeverisje dhe me këtë qeveri kemi marrë dhe sanksione nga vendet të cilat vetë kanë krijuar shtetin e Kosovës, pra nga vendet e Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ne dim që është ndërprer partneriteti strategjik në mes të Kosovës dhe i dialogu strategjik në mes të Kosovës dhe
Shtetet e Bashkuara, kurse në anën tjetër kemi pasur edhe sanksione të vendosura nga Bashkimi Evropian, të cilat për fatin e mirë para disa ditësh u tërhoqën nga Bashkimi Evropian, mirë po edhe ajo tërheqje e tyre ndodhi pas disa koncesionesh që i bëri qeveria e Kosovës. Pra kjo qeveri që në një kohë thirrej se nuk do të bëjmë marrëveshje dhe nuk do të ketë as dialog me Serbinë, tani pranon edhe dokumentat e struktura paralele serbe, si të mirëqena dhe serbët lokal, pra ata që kanë dokumenta nga strukturat paralele, tani ju pranohen nga Kosova, nga këtë qeverisje. Pra ky është ai kompromisi që e bëri qeveria Kurti për tërheqjen e sanksioneve që e kishim nga Bashkimi Evropian dhe të cilat ishin të panevojshme dhe vetëm politika populiste dhe të pamenduara mirë kanë sjellur ato sanksione. Zoti Veriu, faleminderit për analizën tuaj dhe që ishit pjesë editare të fundjavës në 2CNN. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ne do të shkundojmë për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak.